Syzat e diellit po të vrasin ngadalë, dhe kjo është e vërteta e errët pas tyre. Nga ky postim shihet do ta kuptoni pse syzat e diellit nuk po i mbrojnë sytë e tua. Ato po e shkatrojnë ngadalë shëndetin tua. Elitat i promovuan fuqishëm pasi vun re diçka të çuditshme. Rastet e kancerit u rritën ndjeshëm menjëherë pasi syzat e diellit u bën të njohura. Sytë tuaj ka nevojë për dritën e plotë të diellit. Kur mbani syze dielli, bllokoni rrezet e rëndësishme që i dohen trupit tuaj. Gjëndra pineale në trurin tuaj ngatërohet. Ajo nuk mund të lexojë siç duhet dritën. Kjo që rregullon hormonet dhe mbrojtjen natyrale të trupit. Ata e dinin këtë që në fillim. Drita e vërtet e diellit përmes syve tuaj i tregon trurit të prodhoj melanin. Melania është kremi natyral mbrojtës i lëkurës sua. Bllokimi i rrezëve UV me syze të errta ndalon këtë proces. Trupi yt ndalon vetmbrojtjen. Kjo është arsyeja pse kanceri i lëkurës u rrit pas mbajtjes së syzeve të diellit, jo rastësi. Kompani të mëdha dhe qeveri promovuan syzet e diellit si mjet sigurie për sytë, por studimet tregojnë të kundërt. Njerëzit që nuk i veshin kurrë kanë sy më të fortë dhe shëndet më të mirë. Syzet e diellit të dobësojnë edhe të sëmurin me kohë. Ata duan që të jesh i varur nga produktet e tyre. Gjëndra pineale është syri i tretë. Ajo rregullon gjumin, humorin dhe shpirtin. Syzet e diellit bllokojnë dritën e plotë që i nevojitet. Kjo të mban të lodhur, të depresionuar dhe më të lehtë për të kontrolluar. Ata nuk duan që ti të zgjohesh dhe të bëhesh i fortë. Kjo është arsyeja e vërtetë pse ato i shesin kudo. Rritja e rasteve të kancerit, problemet hormonale, dobësimi i sistemit imunitar, të gjitha lidhen me bllokimin e dritës natyrale të diellit. Elitat e dinë shkencën. Ata i mbajnë në publik por i shmangin në privat. Ata mbrojnë veten ndërsa ju shtyjnë gënjeshtrën, hapni sytë ndaj këtij mashtri. Syzet e diellit nuk kanë qenë kurrë të mirë, por ta thënë të kundërtën për fitim ndërsa ti vuaje për të fituar para. Çfarë tjetër e kanë qelur për të vazhduar të fitojnë para duke lënduar të tjerët? Ne më në fund e zbuluam të vërtetën, pra mund të zgjosh mendjen tënde. Kujdes rreth kësaj pjesë.